Në kuadër të tetorit të muajit të ndërgjegjësimit për luftën kundër kancerit të gjirit, nxënësit e grupit të parashkollor në oborrin e shkollës nëntëveçare Riza Spaju zhvilluan një aktivitet simbolik, duke përcjell mesazhe sensibilizuese për kujdesin ndaj shëndetit dhe rëndësinë e parandalimit të sëmundjeve të ndryshme, përfshi edhe kancerin e gjirit. Të vegjëlit me balona roz dhe pankarta me mesazhe dashurie e shprehse sollën buzëqeshje dhe emocion, duke kujtuar se edukimi për shëndetin fillon që në fëmijëri. Mendimin e mësuesve, ata folën për rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm, kontrollit të rregullt mjekësor dhe kujdesit për trupin si një mënyrë për të treguar dashuri ndaj vetes. Ky aktivitet synonte të edukonte që në moshat e hershme ndjenjen e kujdesit për veten dhe për të tjerët, si dhe të promovonte mesazhin e jetës, shpresës dhe forcës. Në fund, mjedisi i shkollës u mbush me ngjyrën roz, ngjyrën e ndërgjegjësimit, të solidaritetit dhe mbështetjes. Ishte një moment i thjeshtë, por plot të kuptim, që përcolli frymën e bashkimit në luftën kundër një prej sëmundjeve më të përhapura të kohës sonë. Fëmijët dëshmuan se mesazhet e mëdha mund të vinë edhe nga zemrat më të vogla.